Ngjarja e rëndë që filloi rreth 2 javë më parë me plagosjen e 15-vjeçarit Erjon Boba në Durrës, përfundoi tragjikisht këtë të njëjtën. I mituri, i cili prej ditësh luftonte për jetën në një spital në Tiranë, nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra, duke ndërruar jetë mes dhimbjes së familjarëve dhe komunitetit të tij. Të premten në Bulqiz vendlindja e Erjonit u zhvillua ceremonia amortore, ku 10 të afërm, miq të njohur dhe banor të zonës i dha lam të mirin e fundit adoleshentit, i cili përshkruaj si i qetë, i sjellshëm dhe i përkushtuar ndaj familjes. Baba i tij Adem Boba, i tronditur nga humbja e të birit, tregoi për gazetarin tonë Enver Doçi se ditën e ngjarjes Erjoni ishte larguar nga shtëpia si çdo mëngjes tjetër. Ai shkonte fillimisht në shkollë, ndërsa pasdite punonte si kamarier part-time për të ndihmuar ekonomikisht familjen. Çuni ka qenë të shku për punë, i kanë dalë dhe shokët vetë, i kanë thonë se hajde në çop pak, se kemi një muhabet për sjeru me do çuna tjerë, edhe aty ka nis konflikti. Ndër këta, çunim ka ngel më i dëmtuar. Djali jot ka qenë taksist. Djalim e kanë thonë hajde se kemi diçka për sjeru, ai ka pas qenë nis për të shku për punë. Dhe i ka dërguar si I ka dërguar me fjalë që sqarohet të hikte në punë vet. S'ka pas lidhje me ngjarjen. S'ka pas lidhje me ngjarjen. As nuk i ka njohur sot atë çuna. Para se të niste djalin, po unë komunikove me ta. Jo, s'kam komuniku. Nuk kam ditë gjë. Unë kam marrë vesh për një shok të çunit, mas i ka ndodhur ngjarje. Që është jo një shumë rëndë. Hajde ke spital urgjent. Djali ja ka qenë në shkollë, ishte shkollë para ditë. Djali ka qenë në shkollë para ditë, deri në orën 12. Pas orës 12. Pas orës 12 as vesh, ka shku, ke shtëpia, ka shku nis për punë. Jo, u ka ardhe pa pritur, vetë. Unë ka ardhe pa pritur, normal. Vetëm kur kanë thonë që është çuni shumë rëndë. Djali s'ka pas asnjë konflikt mes. S'ka pas asnjë konflikt mes, do të kishte thonë ose mua, ose çunit, ose dikujt, ose të më kishin sinjalizuar familjarët që ka pas konflikt. Të më kishin thonë ato na rom qaf çuni jot. Ose kemi diçka për sqaruar. Kjo më ka ardhur bon komplet, s'e kam ide lidhje me ngjarjen. Sa çuna kanë janë përfshirë konflikt? Atë mund të qenë 6-7 çuna. Në fjalë këto dyja palët 6 deri në 7. Ka pas Këto dyja palët 6 deri në 7. Prindrit e tij autorit u kanë ardhur kanë ardhur, ne tha erdhën aty. Thon ata kanë bën gjaktësi e sipër, vetë bëjtje, gjona me fjalë që nuk desha të jap sqarim aty se s'kisha kohë, do kisha parim kryesor që të bëhet çuni mirë, ata gjona të tjera lash për më mbrapa. Lej për të sqaruar më masi çunit kalot e rrezikun. Po, kalot rrezikun për jetën. Në deri diku me shpirtin tim apo ta bosin një marrëveshje më shpirtërore që nëse do të shfutote çunin do ta falsh atë unë. Tani s'do ta falish më? Tani ndryshojnë gjonat sepse nuk e di se në vetë nuk jemi sigurt se çfarë do ndodhë. Sa vite ka qenë i larguar nga këtu? 3 vite ko. Shkuam për një jetë më të mirë, fjallat ikin prej katonit, tu infrastruktura cop. Ai tha më gjejmë një jetë më të mirë ne. Ju keni me qira rrjeti. Me qira? Po. Ju keni punuar për vitesh në minier? Kam punuar. Vite që kam qenë në Bulqiz, kam punuar në Bulqiz. Para se më fillon me një, kam punuar edhe emigrant jashtë. Tani ndërtim atje. Në Durrës. Edhe djali për të ardhur ndihmë familjes, pas dite shkote për në ndihmë edhe mos morë rrugë keq, unë prej punës me fjalë nuk kemi pa ndonjëherë dëm. Unë vetë jam rrit me punë gjithkohës. Edhe s'm ka gjetë gjën prej punës. Kjo është nuk e ka gjetë gjën çunin prej punës, ka gjetë prej thikës. Se ndoshta mund të pragjikojë në një sepse ke çu fin, ashtu nuk e kam ndërprer shkollën. Shkollë ka shku, mas dite ka punuar me kodër të këtu. Edhe nëse do të më bëj pushim pronari si thoshte gjën, kur do të marrë vesh me pronarin ai ditë shiu në gjën që kishte pushim. Familja e Erjonit kërkon drejtësi, ndërsa komuniteti preq që organet ligjzbatuese të zbardhin plotësisht rrethanat e kësaj tragjedie që i mori jetën një adoleshenti vetëm 15 vjeç.